9 shkurt, të lutesh me plot besim. Sepse kushdo që lyp, merr, dhe ai që kërkon, gjen, dhe atij që troket, do t'i hapet. Nëse ju pra, duke qenë të ligj, dini t'u jepni dhurata të mira fëmijëve tuaj, sa më tepër Ati qellor do t'u jap frymën e shenjtë atyre që ja lypin atij. Luka 11, 10 dhe 13. Kur një adoleshente që sapo ka marrë patentën e shoferit, i kërkon mamit ose babit të saj çelësat e makinës, zakonisht nuk është një kërkesë e paqartë dhe me gjysmë zemre. Përkundrazi, mendja e saj është e angazhuar dhe vullneti i saj është i fokusuar. Ju lutem, a mund t'i marr çelësat e makinës? Dua makinën. Dëshiroj të përdor makinën, po ju a kërkoj tani. Në mënyrë të ngjashme, foljet që përdor Jezusi për t'u mësuar dishepujve të tij se si t'i paraqesin Perëndis kërkesat në lutje, lyp, kërko, trokit, përcjellin urgjencë, këmbgulje dhe qartësi. Është sikur ai po thotë: unë dua që ju të luteni me vendosmëri, për ulësi dhe këmbgulje. Dua që ju të lypni dhe të vazhdoni të lypni. Dua që ju të trokisni me sinqeritet dhe urgjencë. Ai po na fton ju dhe mua që të shkojmë përpara Atit ton qellor dhe thjesht të kërkojmë. Megjithatë, duhet të kemi kujdes se çfarë kërkojmë. Kur i paraqesim kërkesat tona përpara Zotit, ato duhet të përshtaten nga fryma nëpërmjet asaj që John Calvini e quan frerët e fjalës së Perëndis. Në fjalë të tjera, Biblia na mëson se mund t'i kërkojmë me siguri të plot gjërat që Perëndia thotë se janë të mira dhe të drejta, të tilla si ndihma e tij, në mënyrë që mund t'i paraqesim trupat tanë si flijime të gjalla, të rritemi si dëshmitar të Ungjillit, ose të rrisim dëshirën tonë për të adhuruar. Por ne nuk duhet të mendojmë se mund ta manipulojmë Perëndin, duke kërkuar që ai të na jap gjithçka që do ta bëjë jetën tonë më të lehtë ose më të pasur. Është e mundur që të kërkoni dhe të mos merrni, prej se kërkoni keqas, me qëllim që të shpenzoni në qejfet tuaja. Jakobi 4:3. Prandaj, ne duhet të kërkojmë me guxim, por duhet të kërkojmë edhe më për ulësi. Ne duhet i kërkojmë Perëndis që të bëjë gjëra të mëdha dhe pastaj duhet të pranojmë përgjigjen e tij. Ka arsye të mira pse Perëndia nuk do të na jap gjithmonë atë që kërkojmë, edhe kur ajo që kërkojmë është në vetvete e mirë dhe e perëndishme. Lutjet tona nuk janë gjithmonë në përputhje me vullnetin e tij të mirë dhe sovran. Nuk mund të përcaktojmë gjithmonë se çfarë është e mirë për ne, por Perëndia gjithmonë e di se ç'është më e mira për fëmijët e tij. Prandaj, kur i paraqesim kërkesat tona përpara Perëndis, ne duhet ta shikojmë fjalën e tij si udhërrëfyesin ton dhe të kujtojmë se ai po punon për t'i përmbushur qëllimet e tij për jetën tonë dhe për të na përshtatur me shëmbëllimin e birit të tij. Prandaj, ejani përpara Perëndis dhe thjesht lypni. Kërkesat tuaja mund të jenë specifike, të guximshme dhe të formësuara nga fjala e Perëndis. Dhe atëherë mund të prisni dhe në të vërtetë të dëshironi që Perëndia t'u përgjigjet atyre pikërisht ashtu siç e sheh të arsyeshme.